Belinda është një njeri që durohet lehtë në punë. Pasi ca më shumë e ca më pak, e dim të gjithë se sa e lehtë është merresh me të, sidomos kur i thot koka që ka të drejtë edhe do me çdo kusht që të dalë vetja. Nuk kam jo e jo ndërmend ta shpalt pafajshme, për çka akuzohet, apo të shkel për të vijën e kuqe, të cilën e kam vizatuar përpara deputetëve në këtë sallë të nesërmen e miratimit të reformës në drejtësi, dhe që vlen për të gjithë njësoj. Por nga ana tjetër, nuk kam ndërmend asnjë një moment si ky t'i lë pa përmendur transformimet e mëdha në dy sektorët që ministria kanë drejtuar dhe ndjekur për ditë, pa ndaluar asnjë ditë. Gjatë tyre 6 vjetëve në vendin tonë janë ndërtuar dhe rindërtuar me standarde europiane rreth 1000 kilometra të rrjetit të ri rrugor kombëtar, nuk të llogaris rrjetin dytësor dhe tretësor, sepse nuk është në kompetencën dhe autoritetin e ministrisë. Ndërkohë, 40 kantiere janë aktualisht të hapura në gjithë vendin dhe do të jenë vlerështuar Shqipërisë 2030 në Bashkimin Evropian. Që nga aksi Elbasan-Rogozhin, i cili mbyllet në 2027 me ecuri mbi 60% aktualisht, tek Elbasan-Qaftana, që po ashtu mbyllet në 2027, duke i vënë në dispozicion jo vetëm Shqipërisë, po edhe Bashkimit Evropian, edhe NATO-s koridorin e 8.